Ambasadori i Indisë në vendin tonë Ravindra Prasad Jaiswal ka zhvilluar një vizitë në Universitetin e Shkodrës Luigi Gurakuqi. Rektori i Universitetit të Shkodrës Toni Ngjura e falenderoi ambasadorin e Indisë për vizitën e tij, ndërsa gjatë takimit u diskutua rreth mundësisë së bashkëpunimit akademik. Ne marrim çdo ditë mesazhe nga posta elektronike, nga burime të ndryshme, mesazhe nga të rinj indian, të cilët dëshirojnë të eksplorojnë mundësitë e studimit në Shqipëri, në Tiranë. Tani pse jo dhe në Shkodër, nëse ne do jemi të suksesshëm me këtë program studimi, i cili do jetë në gjuhën angleze. E para, e dyta, vetë ambasadori shtoi faktin që mund të ndihmojnë nëse janë të interesuar që të mund të bashkëpunojnë me ne sa i takon menaxhimit shëndetësor. Është një tjetër drejtim, një program tjetër studimi dhe infermieri, program të cilin ne e kemi, dhe natyrisht atë që përmendni edhe zëvendës rektoria, ne do të hapim në të ardhmen një program të ri studimi në fushën e menaxhimit shëndetësor. Ndërsa një pikë e rëndësishme e takimit ishte dhe forcimi i lidhjeve ndërmjet ambasadës së Indisë dhe Universitetit të Shkodrës Luigi Gurakuqi. Që ne mund të pajisemi me informacione të detajuara për shkëndime të stafit dhe të pedagogëve në ambasada, sepse këto kanë programe exchange, kanë programe të tjera trajnimi, siç e përmendi ambasadori, dhe besoj që pas këtij takimi kontaktet me Selin në Tiranë do jenë më të shpeshta nëpërmjet drejtorisë tonë të kërkimit dhe ndërkombëtarizimit, dhe besoj që brenda atij kuadri ligjor që ne na lejon të kemi një bashkëpunim të tillë, dhe duke patur parasysh kjo ambasadë është e re dhe India deri tani nuk ka qenë në vendet si thosh prioritare, për arsye nga më të ndryshme, por fakti që të dy qeverit kanë vendosur të rihapin Selit në vendet respektive, do të thotë që ka një interes të lartë nga të dy vendet që ne të mund të nisim një fazë të re të marrëdhënie dypalëshe midis Shqipërisë dhe Indisë. Programet e reja që janë hapur dhe disa të tjera që pritën të hapen në të ardhmen, pritën të jenë një ofertë e mirë për studentët të huaj që duan të ndjekin studimet në Universitetin e Shkodrës Luigi Gurakuqi.